Mirë mbrëma Shqipe ku do që t'jeni. Dua të tregoj sonte një histori të një vajze influencer. Një influencer që ka mbi 2 milion e gjysëm followers. Dhe ajo bëri një takim. Dëgjoni se çfarë ndodhi në takimin që ajo bëri. Është vërtet absurde, por dëgjojeni me kujdes sepse prek secilin prej nesh, edhe pse duket një argument banal, është një argument që prek secilin, kryesisht fëmijët tanë. Kush është rastisht i gjithmonë t'i bëj like faqes shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Unë po ulem dhe po filloj që t'ja u tregoj. Nuk ka pak ditë që një influencer, një vajzë influencer, bëri një takim me followers, pra me ndjekësit e saj, fansët e saj. Ju kujtoj që vajza Natalie Reynolds, një amerikane, ka mbi 2 milion e gjysëm followers. Dhe që bëri kjo? Për të takuar followersit e saj, fansat, ajo u përgatit 6 muaj. 6 muaj duke bërë publicitet se si, kur do takoheshin, si do takoheshin, çfarë duhet të bënin, etj. etj. Dhe gjatë ditës, se do takoheshin ditën, gjatë ditës ajo do u dhuronte edhe autografe falas, disa kështu gadget që i quajnë ata, falas, dhe do t'u fliste fansave për një diçka të rëndësishme atë ditë. Dhe si që thash, ajo për 6 muaj filloi që të bënte publicitete. Po thuaj çdo ditë, edhe pa kohë, derisa po vinin ditët. Mirë po, para një muaji, nuk ka as një muaj, 20 ditë, para 20 ditësh, kjo meqense është influencer dhe shpeshherë bën edhe video të tjera, nuk ishte vetëm kjo videoja e publicitare që ajo bënte, duke informuar fansa se kur do takoheshin, por njëkohësisht bënte edhe video të tjera, sepse bën video të tjera. Një ditë, teksa ishte anës detit, në një vend ku kishte disa të pastre, ju afrua një grua e pastre dhe i tha më jep diçka. Dhe kjo i tha, pra kjo influencera, Natalia i tha, në qoftë se ti hidhesh në det, tha, nëse zhytesh në det, unë do t'jap, tha, $20. Tani, një grua e pastre, padyshim, çfarë do thoshte? Nuk mund të thoshte dot jo. Por ju kujtoj që kjo gruaja e pastre, përveç se 60 vjeçare, nuk dinte as not. Dhe Natalia e dinte që ajo nuk dinte not, dhe e detyroi vajzën, vajza e detyroi gruan që të hidhej në det edhe pse nuk dinte not. Me pak fjalë, për pak u mbyt. Erdhën këto që ta shpëtonin, edhe pse kishte pak ujë, ajo prapë mbytej sepse përveç se nuk dinte not, e kapi ankthi gruan. Dhe si përfundim doli. Tani, kjo Natalia, përveç se i dha ato $20, i shtoi edhe $10, mos gaboj të tjerë, dhe i tha, më fal, i tha, po mos fol për këtë gjë që kemi bërë. Mirë po, ajo e shfaqi këtë video në kanalin e saj dhe u bënami. U bënami sepse që të gjithë mendonin që ajo është një njeri i keq, pra Natalia, që përdor njerëzit, etj. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që si përfundim shan me qindra followers dhe disa prej tyre edhe e lan, e braktisën, ikën. Dhe të tjerë që shkruanin që është njeri i keq, pra Natalia është njeri i keq që përdor njerëzit, nuk do të thotë kjo që edhe nëse ka para të bëjë ç'të doj, etj. Si përfundim, ajo çfarë bëri? Bëri një tjetër gaf. Gafi i saj tjetri ishte që ajo bëri gjoja sikur filloi që të qante. Pra të qante dhe të ndjesh, si mund ta them, e indinjuar që pse bëri këtë gjest. Dhe çfarë bëri? U tha fansave, tani do ta marr në telefon gruan që t'i kërkoj falje, sepse e kam numrin e saj. Dhe pa pikë turpi, bëri sikur po fliste me gruan. Nga ana tjetër ju përgjigj një zë, mirë po ky zëri dëgjohet edhe në video që është një zë burri dhe që bën gjoja sikur është një zë femre.
me atë zërin e përpunuar të trash dhe gjoja qante nga ana tjetër dhe i thoshte mos e vrit mendje sepse nuk është faji yt që jam e varfër etj etj. Mirë po ishte një zë mashkulli, të gjithë e kuptuan që ishte një zë mashkulli dhe në një shoku i saj që ndoshta kishte organizuar këtë që ajo së bashku me të që ajo të dilte e larë. Aty u acaruan më tepër fansat. Prisnin se s'maroj, po prisni. Në momenti që doli dhe ky gafi tjetër që filluan njerëzit të flisnin, ajo filloi që të fliste gjithmonë për datën kur do takoheshin. Në fakt, që ditën herët në mëngjes, shkoi tek vendi aty ku do takoheshin, kishte organizuar çdo gjë, shkoi edhe nëpër supermarkete, mori çfarë duhet, disa gjëra edhe për gadget të tjera që ai kishte menduar, dhe shkoi aty tek vendi ku do takoheshin. Ishte më në anë të rrugës dhe njerëzit kalojnë, mund ta shikoni dhe ju nëpër këto videot e saj, si përfundim, priti se mos vinte njëri, nuk shkoi as edhe një njeri. Pra, në atë fest që ajo, në atë meeting, ose në këtë takim që do bënde me fansat e saj, nuk shkoi as edhe një. Po flasim për 2,5 milion fansat e saj. Nuk shkoi as edhe një. Nga llogaritë që ajo kishte bërë, ajo mendonte që do shkonin të paktën 1.000 vetë, sepse varet nga zonat ku jetojnë dhe ata që të ndjekin. Dhe atë, meqense ndiqnin dhe shumë amerikan, nga zona ku ajo rrise mos gaboj në Kaliforni, ajo mendoi që nga këta këtu të paktën 1.000 vetë do shkonin. Nuk shkoi as edhe një. Bile në fund duket një njeri, dikush që ajo fillon e qanë, flet me nënën e saj, e merr në telefon, o mami, një flop i madh ka ndodhur etj etj. Ajo kishte paguar edhe bodyguard që t'i rinte në dispozicion. Filloi që u acarrua me të gjithë, me ndonjë shoqe, me shoqen e saj, më duket, sepse e dëgjova nëpër telefon, në vend që ta falenderonte shoqen që e dëgjonte, sepse nëse nuk shkoi shoqja e saj, merreni mend të tjerët. Dhe si përfundim, ajo priti, pastaj shkonte dhe fliste me njerëzit në rrugë, që mos ndoshta dikush nga këta mund të futej, që ajo të bënte vetëm disa foto për të që e bëra evenimenti dhe t'i nxirrte këto foto në internet. Mirë po, askush nuk u fut që të bënte foto me të. Me qarje të panumërta, me sharje të ndryshme, si përfundim iku. Por aty shkoi njëri që e njihte dhe tregoi sallën bosh. U acarrua jo me këta, etj etj. Nejse, por pse po e tregoj këtë? Po e tregoj sepse pjesa dërmuese e fëmijëve tan, ndoshta edhe bashkëmoshatarëve tan, mendojnë që kanë shok nga rrjetet sociale. Mendojnë që këta në rrjetet sociale janë shok. Nuk janë shok. Këta, rreth parë njerë, janë shok virtual. Por varet se si janë dhe këta shok virtual. Për shembull, unë dhe ju jemi shok virtual. Por në qoftë se unë gjendem në një zonë ku jeni ju, unë vi ju shtrëngoj dorën. Në qoftë se ju vini në një vend ku gjendem unë, padyshim, do më shtrëngoni dorën, sepse është një tjetër mënyrë miqësie. Pra edhe në rrjetet sociale ndryshon miqësia. Nuk është pothuaj si mund të quhet virtuale, por ka një sens të respektit ose edhe të njeriut që ke përballë, sepse ai njeri e ndërton respektin, që të kenë respekt të tjerët. Dhe një gjest i tillë i kësaj vajze të tregon se si është bota virtuale. Pra, në radhë të parë njerë, bota virtuale është vetëm virtuale. Nuk quhen shok dhe shoqe ata. Shok dhe shoqe quheshin dikur. Më thoni ju, sa shok dhe shoqe keni patur dikur, ose i keni dhe sot, por që i keni fizikisht, i keni shok dhe shoqe që jepni për ta dhe ata japin për ju. Dhe këta shok dhe shoqe virtuale nuk janë asgjë, janë zero. Po them në rrjetet sociale, kryesisht ata që merren me rrjetet sociale, nuk janë, sepse janë virtual, të ndjekin, okay, çdo gjë në rregull, nëse thua ndonjë diçka të rëndësishme, okay, nëse thua diçka që atyre u intereson, okay, sërish, por nëse gabon diku, ike, ta harrojnë, sikur mos kishte ekzistuar. Kështu që kjo është jeta që do bëj nesër njeriu, sepse këtu duhet të arri.
Nesër do të jetë çdo gjë virtuale, nuk do të ketë më respekte si sot, për shembull që kemi shok dhe shoq, sepse sot për shembull ne kemi pak shok, pak shoqe, sepse nuk na lë puna. Por si gjithmonë, si janë shokët e dikurshëm dhe është e rëndësishme i thënë që janë shok dhe shoqe të vërtet. Ata që kemi. Pak janë, por janë të vërtet. Por në krahasim me përpara janë reduktuar. Sot ne kemi 10% në krahasim me dikur. Dikur kishim 100 shok, sot kemi 10 shok. Apo jo? Është e vërtet apo jo? Unë për shembull kam pak shok, por ata që kam, shkoj për darkë në njërë tek ata, vinë ata për darkë tek unë, por duhet të llogarisim kohën, sepse nuk është se ndodh sot për sot. Kështu që nuk është si dikur, sepse jeta ka ndryshuar dhe me kalimin e kohës do ndryshojë pothuajse totalisht. Kështu që do vi një ditë që shoku do të jenë virtual, por do të jenë zero. Pres komentet tuaja, kur është rastësisht si gjithmonë ti bëj like faqes shihni sërish. Ju falenderoj që i pëlqeni për bashkë. Ju përqafoj. Natën.